Mbrëma. Mbrëma. I serve, dashur, knatësi me trit, faleminderit për kohën. Hajde të lutem. Mirësende për ty. Kemi Faleminderit. shkput sot pak, ose nuk e di si ke rutinat e pasdites. Janë për herë në shtëpi, në rutinën e pasditeve, si po thuaj se në... Sot isha në gjendje gripoze, edhe kom pushun shpe, po nuk mujta me ju refuzu. O, faleminderit, e vlerësoj shumë, shpresoj të bësh mirë sa më shpejt, ta Faleminderit. kuptoj. Unë jam nga këto që jam shumë e ndjeshme prej virusit edhe me njëherë më ka, po e te i kalojme, besoj. E vërtet, Duke si shumë tronda. Udhtimi, pash që keni qenë në një udhtim në Romë, më duket, a? Po, jemi këthy të djelen, kom dajt 5 ditë në Romë, Roma ishte fantastike, është hera parë që përshkoj në Itali. Edhe Roma ke vendi parë i Italis që e vizitova, më ka pëlqy shumë. Kish vende shumë të bukura, sa që nuk disha cila pjesë më ka pëlqy ma shumë. Nëse cilin kant, kom gjithë diçka të bukur. Që nuk po di qka me vequ prej krejt Romës që e vizitova. Biles nuk dalin ditë, nuk mjaftojnë për me i... Jo, nuk ishin të mjaftushme, po... Kthehesh prap, besoj. E kom hudhat parën, që me gjujt një, ish kthehesh prap. Unë i kom gjujt... Kështu që sigur pas ke u Kështu që kom u këthy prapë në Romë, po. Do i dëshirë të këtu gjatë... Po, ku s'kuqaj me tregu se mu martu djali. Mu martu djali. Sa shpesh po ja shpreh një edhe ati këtë... E ta i bot nervaz që tash kur esh. Edhe tash të thonë, mama edhe publikisht e thu kështu, po. Po mendoj që mas i e tha publikisht mos ja përsërit me. Jo, se përsëris mu. Që sharini me mbajt edhe me qenë se po flasë, unë nisa prej udhtimit me Lirakun edhe vazhdimisht edhe ju përcjell se këto rrjete sociale, jeni gjithë kohës në vazhdim, po gjithmonë me lejen tuaj, atë sa juve i publikoni. Po përderi sa i publikojmë Facebook atëre nuk është ndalume me paj, është diçka e hapun që kom qef me nda dhe me miqtë e mi, nuk është kur që diçka që është e mshefun, do me thonë është gjithë shka e hapun të na. Edhe për herë e keni atë pozitivitetin që ju reflekton edhe përmes një fotografie dhe në qiftet e tilla që kanë vite bashkë, unë edhe besoj plot të tjerë, jo veç vajza, po dhe djemë e kanë këtë pyetjen që sharini me mbajt si në ditët e para, si në vitet e para, gjithë këtë energjinë edhe sekretin e dashurisë juaj. Mes me edhe Lirakut, apo jetës tem. Mes te edhe Lirakut. Me Liraku nuk o kom vështirë mu dashru, se e kom njoft prej klasës parë. Ndoshta edhe nuk o kom klasa e parë, do me thonë e kom pas kojshi, a ka nda shumë, 2 hymje ndoshta na ka në nda. Kemi jetu në rrithin e njejt, kemi shoqnin e njejt, edhe nuk kemi nevoj shumë me folë për një tjetërin, s'kam nevoj me tregu ati kush jam, apo aj më tregu kush është. Ndoshta edhe mentaliteti si të dy që jemi të Prishtinës, shoqnim, po thamë krejt që kemi të njejt, po unë e Lirakun ma shumë e kom shok se që e kom burë. Duke që kjo është një prej karakteristikave që ndikon në jetë gjatësine. Po, na jemi shumë shok. Si një vajzë Prishtine, tamam kështot me vite tona dhe që ka përjetu çdo fazë të Prishtinës, ndodhë që kur largohesh për Prishtinës për më shumë se 4-5 ditë fillon edhe të mungon, e ndjenë shpesh herë shoh prezente tek ata që janë Prishtinës, në njerë fillon malli për qytetin. Është shumë e vërtet. Ditën e 5, unë e gjithmonë lypi më u këthy. Iraka dhe po këthejemi në shpe. Sa do që neve nuk na pëlqen veni jonë, na i mirit, edhe kur të hymë Prishtinë, thamë erdha në shpitame më në fund. I vetëmi vend ku më ka pëlqy edhe kom najtë shumë gjatë, 3-4 javë është Amerika. Edhe ka shku koha qatë shpejt sa që nuk më ka ranë me për Prishtinë. Ka puna në mes e gjitha asaj dinamike të Amerikës që thonë s'flekur. Kemi shumë miqë, kemi shumë se cili nafton hajde një natë këtu, një natë atje, edhe vishë kur e shoh që përfundoj pushimi. Ama përpos Amerikës nuk ka vend tjetër që... Jo, nuk ma zavendëson, edhe Tirana më pëlqen shumë, do shta kësha mujt me jetu se di që e kemi Prishtinën afër, shumë më pëlqen Tirana, po prap Prishtinën nuk e ndroj. Ka dhanë shumë, po edhe ti i ke dhanë Prishtinës, gjithë se cili që është rrite, ka jetu këto edhe në kohë të vështira, po prap ka zgjedh me qëndru këto, mos me lëshu
edhe Kosovën në tanësi, ama kur flasim për Prishtinën është ndjenjë është ndjenjë, po, e vërtet. Unë jam rritë në Prishtinë, jam lindë në Prishtinë, e kom kry shkollën fillore të mesme në krejt, kurse kom lëshu vendin, edhe gjatë luftës e kom pas rasin me marrë djalin me shku, po unë nuk i kom lonë prind. E para ka qenë prind që s'kom dash me lonë dhe më ka pëlqy vendi im. A ka qenë për herë Prishtina, po ka që hapun edhe në kohën kur një vajzë e bukur merr pjesë në një konkurs bukurie. Apo në vitet më përpara edhe Prishtina ka ditë ti gjykoj vajzat. Po, mu për atë unë edhe kom pas guximin me shku në zgjedhjet misit të Jugoslavisë, me thyat tabun që nuk është kur gjë e keqe për me marrë pjesë, me tregu bukurin, po mas shumë ti kom marrë pjesë për mi tregu fqenjve tanë, që na nuk kemi egërsina që ata na kanë qujt neve, që na kemi kultur, kemi edukat, kemi vajzat bukra, më kam pyta jeti ma e bukra në Kosovë, e tregoj gjithmonë këte, i kom thonë jo, unë jam njëra ndër to se kemi shumë vajzat bukra, kemi të edukume, të shkollume, edhe më kanë këqyrë tankon me habi se na kanë përshkru krejt komplet ndryshe. Qëllimi ka qenë për këte me shku edhe me përfacu Kosovën, edhe pse kom qenë veç 17 vjeqe, po tash me mendoj thëmë qëfar guximi. Definitivisht po, se në kohët e sotme, nështë edhe për shkak të ndikimit edhe të rrjeteve sociale, kështu e shoh që shumë vajza stepen me shfaq edhe të bukurën edhe mendimin e tyne, pak duket sikur i kemi hypë në qafë njerëzve. Prandaj na inspiron guximi i asaj kohë një vajze 17 vjeçare. Para 30 e diçka viteve, në atë kohë ka qenë komplet ndryshe, po thamë edhe tash për pys vetën, çfarë guximi kom pas me 17 vjetë me shku edhe me prezentu Kosovën. Baukit, ku jeni, sa dhe në kuptimin, ku e merë këtë guxim, pikërisht me unë... Jo, fillimi i ftesa e parë ka qenë me shku në Sarajev, me ndajt aty një javë, mande me shku në Beograd, në Interkontinental, ku aty edhe është mbajt zgjedhja e misit. Unë e një javë ju kom këthy, atare kanë qenë ftesat, telegramet, nuk ka pas SMS-a, ose telefoni fix, më kanë thirë, më falni edhe unë e gjithë kohës kom thënë jo. Nuk du me shku, edhe një natë motrat e mija, Besa Brikena, Berenika ka qenë e vogël, po më pysin, more qka pëtën me bu, thash jo, s'du me shku, pse, thash nuk po ka në guxim. Edhe mandi ato më bendën, u qumë shpejt të 3 atu paketu, mase edhe në ora 7 u nisa për Beograd. Pas kam pra një merit këgjatë madhe ato për bindjen që ta kanë kriju në moment që njeri... Sa që jom nis herët, edhe në bas dite, vlau jam Besniko, më ka pa në televizion në lajme të Dnevnik për para që ka qenë, që kjo ka thonë si Baukida, nana, ka thonë kjo ka shku në qes. Kjo është, Baukida është. Po, ju ka rohë shumë njerëze, ju në habit me veprat që i kom bo, po menoj që kom bo hapat të guximshëm. Të guximshëm me, prapo e përsërisë edhe moshën 17 vjeçare, në fakt veç 2 vite mandej, duket je bo nanë. Jam bo nanë, po. Me një moshë të re, që kritë nanat e reja, zakonisht që më kanë thonë, është e bukur se rritesh bashkë, pra fëmiu i partë të mëson edhe ty shumë qka për jetën. Nuk është e les pak, edhe pse mu më kanë ndimu nana, motrat, vlau, babi, krejt familja më kanë ndimu me Rita Resin, po e vërtet është jemi rritë të dytë në njëtën kohë, Aresti shkojke në shkollë fillore, unë e visha këtu, në këtë fakultetin A B e kom kry, edhe ullë me bo detyra bashkë, edhe babi thëke sa shumë po gëzona që po rritën i bashkë, edhe po mësën i bashkë. Kështu që ka pas momente edhe të këqia edhe të mira, po tash kër u rritë Aresti pesho që shëqër që e kom bon qatë mosh, e kom shok, e kom gjithë shka. Sa bukur. Kur po thu momente të ndryshme, përse edhe emocionet hynë këtu shumë të përzime, në cilat njën të mësë shumë ti kënë dje frikë ndaj asaj, pra një fmi që po vjen një gjithë shka e pa njohur. Momentet kur e kom lindë dhe kom pa, kom thonë, unë jam përgjitë si për këtë fmi, ajo kon depresion, ajo ka qenë të merë. Po, mendimën e nanës, nana mu e ka edukua si fëmirën e vetë, e kom rritë shumë mirë. Po thamë, nana më ka ndimu, po e kom pasë shumë fështirë. Për se cilin gjest, se cilin, unë jam kom përgjithse, se zakonisht kur janë dy prindi ndajnë përgjithsit.
Po, përgjithësia për një fëmijë, vetëm ti vetë është shumë ngarkesë, është stres, është panik, po e kom kalu ti. A ke pas raste kur ke thonë s'kom ja dollë? Jo. As një moment, as ka shku në përmendje. Sa më pëlqen këto gratë që as nuk e ka në opcion këto. Jo, unë e kom pas qëllimet e mija njëtë që ka po du me bo. Nuk i kom du gju fjallët për rreth, kom thonë kom e kry fakultetin, po, shumë. Se një nane vetëm në Kosovë me jetu nuk është pas e këndshme. Ka shumë paragjykime, kjo pa burë, kjo s'po flasë gjithë për veti, unë e po shoh edhe gratë tjera, edhe në atë po, edhe në atë po ka qenë shumë e vështirë. Nuk kom të gju, kom punu, kom libanes, kom kry fakultet, i kom pas qëllimin teme, kom blekerin, edhe lëtë flasin njerës, unë veç po jetoj, e kom rritë fëmijun, e kom shkollu, nuk kam bo për shtypja s'pak fjallë, se fjallë ka gjithmonë. Juve jo po imagino sa shumë gra ka atje jashtë që ndikohen prej këtyre fjallëve dhe besa shpesher jemi edhe dëshmitar që kjo pikrisht mentaliteti edhe shoqënia jonë i bën ato me ustep edhe me i detyru me ndajt aty ku nuk ndihen të vlerësume. Çka ju kishe thonë beukit këtyne grave? Unë e zakonisht shoqeve të mija, dhe pse kam pas probleme në familje, kur kanë ndesh mundaj, kom thonë nuk është momenti duhun. Sepse kur janë fëmijët e vegjël edhe ti nuk punon edhe nuk ki të ardhuna, ose nuk kam mbështetjen e familjes, unë gjithmonë ju kom thonë krye shkollën mas pari ki durim. Duro edhe pak, edhe po, kur njetë kërkuj që kom thonë ndaju, veç në disa raste kur e kom pa që është e pashmangshme divorcia atje dhe i kom su, bile burat e tëne nuk më dojnë edhe sot, nuk më pëlqej. Kur janë këto këshillat drejt për drejta, kërkur si dëm duke të me ja thonë? Jo, që do të mu bojë zojat e vitit, që është më ka thonë babi, me kry fakultet, me pas qëllime edhe mos me ndiqu fjallë të njerëzve. Po në gjithë jem kom pozitive, edhe nana më ka jep shumë, më ka shty kështu nanën pozitive. Unë kom dalë vish njëherë një avë më ramje, nana më ka thonë pse, kom thonë po flasin njerës, ka thonë po, ashtu kështu pa u kitë kanë me folë, kështu regulohu edhe del me shoqe, mëse prish... Mëse shtëp vetë. Jo, mëse shtëp vetë. Momentin kur djali filloj me urit edhe me kuptu realitetin, ose me bo pytje, a janë këto momente të sikletshme për nanën me... Jo, në ka njerë do pytje që nuk i edhe përgjigje. Se gjithë mund mundosh me kursy fëmijon, nanën tjetër dush mja të regu paka shumë të vërtetën, po unë kur nuk kom të regu pjesë të këqia të jetës tem me ishburin. Fëmijo jam nuk t'in kursjo. Sepse ato e ka babë, kështu që nuk kom është gjëna me maltretu fëmijon, me folë diçka keq për ish burin sepse ti e ki zgjedhë. Fëmijun këtë botë ka ardhur me dëshirën tënde. Edhe është gjëna me helmu, me mbush helm edhe ai rritet me qatë keqe, me idhnim, me arrogancë, sillet, me gjithmonë i mungon diçka. Përpos dashurisë që ta dha djali që është e pa zëvendësueshme, jetën tënde e plotësoi shumë lirako. Po. Dhe që është vështirë mos me u dashuru në të, po çka është ajo që ti të mbushi zemrën edhe të bani me kuptu që po, kjo është ndjenja që du me pas? Unë veç me lirakun kemi qenë në lidhje dhe ka qenë lidhje. Unë veç janë njësa e pashtë që na veç janë njësë me u dasht, ishte diçka pak ma e madhe, edhe kur jom smu, zakonisht qiftet të ndahën, kur njëni është smu të s'dojnë përgjithsi, s'dojnë lirakun ato momente më ka thonë, apo na dy po martuhemi. Dhe me thonë nuk ka hek dorë prej meje. Jom falenderuse shumë. Kur ka qenë kjo periudhë? Në 2016. 2016. Ju sa kohë kishit bashkë? Ndoshta 6-7 muj. 6-7 muj, okej, s'pas ka qenë edhe kohë shumë e gjatë që... Jo, po na si duket prej momentit parë dhe kemi vendos me qenë me njëni tjetrin. U befasove me qëndrimin e ti edhe a i dije ka që të sigur të lirakun edhe ka që... Une nuk kom besu që kemi hala bura. Sa me fat më i fat. Liraku të regu burë. Edhe në premtimet edhe krejt qka do që i ka thonë, krejt i ka mbajt edhe u të për një me burë. E the shumë, një gjatë që në fakt këtë gra e thonë, kur kanë momente të vështira, adopsie, qoftë me shëndetin ose edhe në familje,
gjithmonë një rapal që s'është gati me u përfshi tërhiqet edhe mandej e kupton që ke mbet vetë edhe... 1% e vogël e ndajnë smundjen të mirën të keqen mes veti. Është shumë përqindje e vogël. Për para ndoshta janë kënd të detyrum, po tash nuk janë detyrum edhe po largohen. Që nuk po I kuptoj. Se dashuria nuk ka në të mirë dhe në të keqë, unë që ashtu besoj që duhet me qenë. Kështu do doja që ta shihnin të gjithë, po. Me që ma përmende edhe smundjen, sigurisht askush nuk e pranon letë një smundje, as një grip për cilin edhe klasime që na ndikon edhe në përditshmërinë tonë, e lërë më diçka më e madhe. Ti kishe ndonjë simptoma përpara apo si? Jo, smundja me dhe smundja kancerit nuk ka asnjë simptom, përveç lodhjes gjumit. Po krejt rastësisht unë e zbulova, shkova te mjeku, mandi hyna në për terapia tjera që ka u desht, edhe dje ka qenë vizita ime e fundit në Sistin, më kanë thonë që ti e klinikisht të shërume, edhe nuk I nevoj më ormo. O, sa lajmi mirë, po më vjen shumë mirë. Faleminderit. Je tamam 100% tashmë me shëndet. Po, gjithmonë është friga dikon, edhe pse dush me pas frikë edhe prej zemrës, edhe prej diçka tjetër, nuk do me thonë që pa tjetër do të me qenë kancer, për me vdik. A I ke selektu njerëzit të cilët ju ke nda lajmin për smundjen? A është e vështirë nëse të është dash ty me qenë ajo me informu, për flasë për njerëzit e ofert, pra për familjarë? E kom të regu edhe njëherë për të regoj prap, I kom selektu njerëz, përveç motrave të mija Liraku djalit, as vlau që kom të regu, as nanës, kërkush tjetër se ka ditë, shumë pak njerëz se... Se këta të dy I përjashtove? Mu dhim të në shumë. Smujta. E kuptuan më vonë pas një kuhe? Po, pas një kuhe gjatë I kom të regu vlaut, a nanës po thamë, kur si jo mullë edhe mi të regu prej fillimit deri në fund, qka ka qenë. Po jëmë konë shumë pozitive dhe nuk e kom marrë gjysh si smundje të rrezikshme, edhe prej momentit të parë kom thonë që unë e duna me jetu. Edhe s'jom këthy mu mas me po. Qërë, problemi kur të bohët, nuk duhet me uqajt pëse u bo. Po kur të bohët, lype zgjidhjen, vazhdoj e jetën, qysh është mas miri. është shumë rëndësishme pra me qenë shumë gati me pranu më spari, si smundje ma ne me fillu trajtimin e saj. është shumë e vështirë se vetë emri saj është shumë I keq, edhe fatkeqësisht kam vdek shumë njerëz edhe që I njohune, po mjekësia për një me ka avansu, besoj që dhe ndonjë vetë 2, 3, 4 veç edhe po shonë për portale që kanë dalë edhe vakcinat, po gjuna për njerë që kam vdek. Për fatin tënë të mirë, operacioni ka qenë diçka që ti e ke mbyllë shumë shpejt, e ke kalu shumë shpejt, që ta shfrytëzoj edhe si mesazh ndërshëtësimi për të gjithë që nëse kontrolluajmë më herët edhe e kapim në kohë gjithë çka është shumë më lehtë. Unë kisha preferu në bas moshës 40 vjetë, s'paku një ultrazame e boqë të 6 muj, se është smundje e msheft, dhe zakonisht në bas moshës 40 dhe po din me u bo, falem. Hiq pa merak. Si shpo thoja për të vërtet e kam shumë të rëndësishme, kam pas sidomos gjatë muajit të torë, po në çdo hapësirë televizive mundohem me e përqu si mesazh për se cilin prej nesh, përfshirë edhe vete nga njëherë që harojmë edhe prej dinamikës punës harojmë u kujdes për shëndetin të. Po në alarmin çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj. Një këshill shumë e mirë kjo që të gjitha duhemi me... Që ta përkujton, edhe që pa tjetër duhet me bo kontrola, po gjithë kënë në botë bonë analizat edhe kontrola çdo 6 muaj. Pse mos mu bo? Nuk është diçka shumë e madhe, nuk është që e len një këmish pa e ble dhe shka bënë kontrolën. Po besoj që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për kancer, për këtë smundjet, qka është në stadin e parë, atër është shëruse. Ta më herët që asnjëherë nuk të kanë interesu fjallë për rreth të njerëzve, e kam përshtypjen që kjo duhet të ketë përcjellur në momentin që ato fjallë janë shndru në shkrime, në tituj të portaleve e të gazetave të ndryshme. A ju kanë ndiku ndonjëherë, ose a ka pas diçka shumë të rëndë që e ke përjetu ma rëndë? Dhe vetëm më brengë e kom pas që fëmiju jam I ka lexuar ato portale që nuk kanë qenë kurrë të vërteta. Për tjertë, familja jam e din kush jam, e din që shka rjedhë krejt lidhja me Lirakun, që shka marrë deri këtu sot,
Shoqënia jam e ngushtë e din, veç që më ka prek pse fëmiu jam ka lexu diçka të pavërtet. Që ajo ka qenë, për ndryshe, jo as pak. Se unë e di, Liraku e din, rrethi jem, Jon e din, gjithë e din qysh kanë qenë rrethanat, qysh ka qenë situata, nuk e kam. Prandaj edhe keni zgjedhur kur të mos reagoni ose të mos i përgënjeshtoni. Besoj që kur je rahat me vetën, pajtohesh edhe me tjertë. Kita, kujt i ke ngja me këtë nur, me këtë bukuri, më thuj pak. Nga kush ke marrë më shumë? E kam një kombinim për nanës edhe të babit, kur jam qështu e urtë e qetë, jam si babi, kur jam pak ma vështirë, jam si nanë, edhe kështu si karakter, po besoj që si babi ma shumë. Si babi. Do shta edhe pse kam qef me qenë si aj. Ke qenë e lidhun me ta? Po, shumë. Shumë kam qenë e lidhun me babin. Më ka jep shumë dashni jetë. Është e pa diskutueshme që të mungon shumë, duket ka vite që nuk është. 18 vite. 18 vite. Periudhë që se cila grua, sidomos vajzë, ka nevojë prezencën e Po, e vërtet. Nuk du me të... Jo, as pak se jam shumë ndishme në pika djali, nana, babi jam për mu vlau, jam pikat që... Po, vlau, kur më the që nuk e dashtë dhe ke përjashtu nga ajo lista njerëzve që nuk e tregu për smundjen, që ka reagu aj, mas e ka kuptu komplet? Ka qenë shumë në shok, pëse s'ki tregu, pëse s'ki nda me mu. S'kam dasht. S'ke dasht. S'kam dasht me kursy. Me siguri edhe sot që po flasim, të shta e ka gjithmonë atë pengun, si besoj vlau, si gjdo vlau për motrën, pëse s'kam qenë aty në momentet. Jo, shumë a mirë, s'du me dit as që shpo njëhën tjertë, se jam shumë e but, jam shumë, asi me ndjerë filloj me qajt, prekna për këta, për ata, për krejt. Pozitive jam, veç më shoh me but. E ndishme si natyrë. Duket kjo, sa dhe që e ke atë kur thaj që të donë me, kur je ma serioze ose ma nervoz. Po, se janë tipare këto që krejt i marim prej dikujt në familje. Po, shumë e vërtet. Që që me gatimin? Po shihet. Unë e boj drejkë gjithë ditë. Nana më ka thonë, kur unë e kom dalë për shpis me jetu me aresin vëgjë më banez vëgjë vetë, më ka thonë, dush me boj gjithë ditë drejkën, se drejka më bledh familjen. Edhe vazhdoj që ashtu me boj. E boj drejkën gjithë ditë, di me bo me ungër gjithë shka, krejt lavdojnë që boj mirë, po edhe mu më pëlqenë që ka boj me vetë. Edhe besoj që është shumë e rëndësishme, se cila nanë, me bo drejkën, si më bledh fëmijët, më bledh familjen, faktikisht, që aty është vendi vetëm, po më duket që duhet mu mbledh, me qenë krejt të gjithës bashkë. E vërtet. A ka nëjë ushqim që krejt trasin edhe thonë, kidam, këta që e ki prej recetave të preferume, dojmë me na e bo në weekend, o ku e di unë në i datë. E boj mas mirë të kekun me portokall. Kekun me portokall. Edhe kush smuhet, unë e qoj. Po, do më thonë identifikuash me këta? Po identifikona me kekun e portokallit. Okej, po të lakmoj se me këto desirtet unë si ato më heqë, kështu që... Ore ti pak diqka desirte, po tjera ti boj ma me qef, kom durim, kom kohën e pandemisë, kom pas shumë të mirë, se kom pas kohë me bo ushqim kështu ka dal-dale, kom dal, kom hec, kom pregadit qëto ditë shumë mirë, edhe i kom hup 17 kilogram. Okej, pas ke përjetu mirë si fazë. Po, tash po mundona prap me rikëthy që ata, me dal me hec, me pregadit, po puna punës, obligimeve tjera, ora 4:30 kur vinë shpe, atër edhe nuk po kemi shumë ko. Me që falem edhe për Prishtinën në një pjesë të këti bashkëbisedimit tonë, qka është një gjë që të pengon shumë të Prishtina? S'po i fusim dhe shta këto trafikun e të lovin që kryohet që i pengon gjithë qytetarit Kosovës që operon në Prishtinë, lërë më neve që jetojmë këtu, po që ka një gjë që ti do doje shumë dhe që prej vitesh të pengon të Prishtinë? Kur nuk i daloj për shambull katundartë dhe qytetartë. Po, shoqënia jonë si shoqëni, kemi qenë shumë të lidhën para luftës. Edhe në bas luftës, që ajo u shduk. Nuk është mu. Tash kanë ardhë dhe tjertë prej vendeve tjera, jemi përzi shumë. Po në qofse unë e ty të një prej fëministe, të unë e kime mbet gjithmonë zemrën teme dhe s'ko me mujtë kërkush me të zavencu me dikon tjetër.
që kjo të na po mungon. Nuk është mund shoqënia që shka qenë, dashnia, respekti. Si duket obligimet, se cili që ka obligimet te për ta na peshojmë që jeta shumë e shtrajt, dosh me punu 2 prind për me rrit një fmi. Po menoj që është mungesa e kohës. Që ashtu po du me bind vetën që është, se për ndryshe... Nëse me ndu që ka në arsye tjetër. Po, s'po m'pëlqen, nuk po m'pëlqen me besu që ka arsye tjera, po mendoj që mungesa e kohës është edhe që e largësia që pëmbaj me një tjetrin. Po, shoqënia metët po m'do këtë gjithmonë shoqënia dhe dashni. Në vërtet. Për ta. Vërtet. Më të në vërtet se po pajtona për krejt qka po i thu, po më thonë që jam në fund, po nuk mundem pa të pyte edhe për këto. A ka diçka, ose a ka në i falenderem që ti ke dasht për her me ja bo dikujt? Pas edhe ja ke thonë në katërsi, po ju publikisht e që Nanës. Nanës. Për qka konkretisht? Për gjithë shka që ka më për mu. Falenderit shumë për këtë energji t'jashtë zakonshme që ma thëme, edhe për lajmin super të mirë që e pas ke marë. Po, e ko marë lajmin shumë të rëndësishëm, falenderit për ftesën Blerona. Pas kemi arsye për fest, ha? Po, i pa qëtë. Me ci që t'kesha. Falenderit gjithashtu. Me që ju lë me marketingu në këtë